mirë të hoqë, vazhdoj me pyetje. Selam aleikum hoqë, deshta me t'i bot dy pyetje. E para, a lejohet me marr ujin e një robë te një person që dyshon që t'ka marrë mësysh, pasi e di që kam mësysh dhe dyshoj tek një person. A ka ndonjë dëm këtu për mua si person që kam mësysh? Edhe e dyta, a mund të stacionohet gjindi në zemrën dhe të shkaktoj rrahje të shpeshta të zemrës dhe mpirje të krahut? Dhe çka duhet të bërë që të largohet nga zemra në qoftë se është gjindi, mësysh apo serr? A mundet me shkaktu këto? Allahu i shpërblet. Aleikum assalam rahmetullahi wa barakatuh. Se për këtë çështjes së parë ka një transmetim i saktë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur dihet kush i ka marrë mësysh kurna, duhet mu pastrue ky që i ka marrë mësysh atina në një vend ku nuk rridh uji dhe ujin që u pastru që ka met me aqit në krye atina që i ka marrë mësysh edhe mësyshi i largot ti më neher. Kjo ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur një sahabi ka marrë mësysh në sahabi tjetër. Dhe për mësyshit ky sahabi ka met i paralizuar, s'ka mujt me lëviz hiç. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka urdhëruar këtë sahabiun me u pastrua komplet. Me u pastrua veç me ujë. Edhe uji që ka met për pastrimit këtina me marrë me aqit bile në hadith ka ardhur me aqit në kry pe mrapa, jo për pare, që është tekstualisht në hadith. Me aqit në kry pe mrapa, edhe ky sahabiu më njëherë ka lëvizë dhe ka esë, o që më njëherë. Dhe kjo është legjitime, shariatike për mësysh. Në veçanti, unë e këshilloj për prind, se zakonisht prind i morin fëmijëve, mësysh, sa herë që e shefni që e keni dashur fëmijët më shumë se sa normal, bënë pastrimin që t'ja ujin në kry edhe i kalon mësyshi. Kjo është e para. Sa për këtë e dyta, në ka ndonjë transmetim që gjini hin zemër e bëni ashtu e bëni këtu, këto janë më shumë filma trukjegjive. Gjini ka mundësi me prek njeriu, ka mundësi me hyrë në trupin e njeriu, ka mundësi me i bë dëm, ka mundësi me marr një pjesë kontrollit, ka këtë, që është zgjidhja. Zgjidhja është te libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me rukje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bonte rukje vetes. Derisa kur s'ka mujt mi bë vetes, në momentin e vdekjes ja ka lexuar Aisha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam felekun edhe nasin. Mas shumti që përdoret është feleku dhe nasi, bën me përdorë edhe ajete tjera, dhe me përdorë edhe ato që kanë në Kur'an ose në hadith, sikur është qumshti, mjalta, vaj faravzeza, hurma, tajva, çaj, si na tjera që ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dobitë e tyre të veçanta. Wallahu a'lam.